Pas një periudhe të gjatë shkëputjeje totale nga jeta publike dhe rrjetet sociale, shkaktuar nga tragjedia e rëndë e humbjes së vëllait, këngëtari i njohur gjesti është rishfaqur për publikun. Megjithatë nuk bëhet fjalë për një ndalje fizike, por për një kartolinë simbolike urimi të publikuar nga kompania e tij menaxhuese. Faqja zyrtare e menaxhmentit ka publikuar orët e fundit një imazh festiv të artistit për të uruar Krishtlindjen. Në foto, Gjesi shfaqet i veshur me stilin e tij karakteristik, jeans dhe alete roz të ndezura, i rrethuar nga dritat e pemës dhe atmosfera festive. Por ajo që bie menjëherë në sy dhe që është vënë re nga dikcit është natyra e imazhit. Fotoja duket qartësisht e gjeneruar ose e përpunuar me inteligjencë artificiale, duke shërbyer më tepër si një avatar për të mbajtur gjallë prezencën e artistit, sesa një foto aktuale e momentit. Kjo zgjedhje konfirmon se artisti vazhdon të mbajë distancën e tij private në këtë periudhë zije. Pavarësisht imazhit virtual, reagimi i fansave ka qenë teatral dhe emocional. Seksioni i komenteve është mbushur me mesazhe madhe dhe mbështetjeje, duke treguar se mungesa e tij në skenën muzikore po ndihet fort. Mes qindrëve komente, spikaten ato që shprehin pritje për rikthimin e tij. Na ka marrë malli shumë dhe ju urojmë çdo të mirë. Ky vit të jetë sërish viti i Gjestit, ashtu siç është dhe 2025. Të tjerë shprehen me emocionalisht. Gjesti o shpirt vdiqëm për ty dhe na mungon. Gjesti të duam shumë. Kompania menaxhuese nuk ka dhënë detaje mbi ndonjë datë konkrete të rikthimit të tij fizik në skenë, por publikimi i kësaj kartoline është parë si një sinjal shprehse. Komente sugjerojnë se fansat janë të gatshëm të presin artistin e tyre sa të jetë nevojshme, duke uruar që kjo festë të ketë pak qetësi pas periudhës së errët që ka kaluar.